Kryeministri Albin Kurti e dorëzoi raportin e deklarimit të pasurisë në fund të muajit mars, kur në llogarinë personale i pati vetëm 16 euro e 41 cent. Saktësisht në të njëjtën datë Kurti deklaroi pasurinë edhe para një viti, kur kishte 1800 euro në xhiro llogarinë bankare. Lideri i lëvizjes vetvendosje po paguan 350 euro qira për banesën e tij. Qiradhënësi ja bëri për 100 euro më të shtrejt qiran. Të hyrat vjetore personale të tij derivojnë nga puna e tij si kryeministër. Këto u rritën për 1000 euro krahasuar me një vjet më parë, kur Kurti paguaj mbi 20.000 euro për 12 muaj. Ndërkaq kursimet për vajzën ju shtuan dukshëm, duke arritur në 2000 euro. Kryeministri as bashkëshortja e tij s'blen prona të reja. Prona nuk bleu as lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, veçse familja Hamza i ka 8 të tilla që kanë vlerë prej 100.000 eurosh. Sidoqoftë Hamzës, që kishte qenë edhe kryetari Mitrovicës së Jugut në vitin 2025, ju dyfishuan edhe depozitat në bankë. Familjes Abdigjikut të kryetarit të Lidhjes Demokratike ju është shtuar një banesë në pronësi, që sipas deklarimit të pasurisë, gruaja e Lumir Abdigjikut e trashëgoi nga prindrit vitin e kaluar. Në total kjo familje posedon 3 banesa dhe 2 shtëpi, me vlerë 100.000 euro. Në llogari bankare Abdigjiku i angazhuar edhe në biznes, i ka të depozituara diku 5.000 euro, për gjysmë më pak se në vitin e kaluar. Në bank, lideri i Aleancës Ramush Haradinaj ka 23.600 euro vetëm të tijat, mbi 20.000 euro më shumë se në herën e fundit kur e deklaroi pasurinë. Familjes Haradinaj ju shtua edhe një tokë me vlerë 14.000 euro. Kjo familje që ka në pronësi edhe një kompani, edhe paguan kredit të majme për pronat. Deklarimi i pasurisë bëhet në baza vjetore nga zyrtarët publik.